Projekti i mbajtjes së Kosovës ndaras veçmas nga Shqipëria është projekt kolonialist serb. Mbajtja e Kosovës ndaras nga Serbia është ajo që paraqet parakushtin e realizimit të aspiratave të Serbisë. Vetëm duke mbajtur Kosovën të ndarë nga Shqipëria, Serbia i mirëmban ëndrat e saj për ta pasur Kosovën dikur si pjesë të saj. Të nderuar teleshikues, mirëmbrëma. Vetëvendosjen e Albin Kurtit për vitet të tëra, kur është krijuar deri sot, e kemi parë, sidomos në shqiptarë këte, si një dritë, si një shpresë ndryshe nga çfarë ka ndodhur dhe ndodh, jo vetëm në Shqipëri, në Kosovë, por edhe në Shqipëri. E kemi parë si një gjë tjetër. Dhe unë besoj kështu, që ka qenë dhe vijon të jetë një gjë tjetër. Ndryshe nga politika gri, nga një politike një trajtshme, që e lëviz këtë popull, shqiptarët, këtej dhe andej kufirit, drejt një rrugë pambarim në një tranzicion të pafund, të pakuptimtë dhe të paemërt. Drejt një problematike të madhe, pa shpresa dhe tani së fundi dhe pa ëndra për të qëndruar dhe për të vijuar në këtë rrugë që kemi zgjedhur shumë vjet më parë. Me Albin Kurtin jam sot, mbrëmjen e sotme, dhe kam kënaqësi që jam me te. Faleminderit të zoti Kurti që keni ardhur në emisionin tonë. Faleminderit edhe juve, mirëmbrëma e mirë se u gjej. Me zotin Azarko, analist, Konica Pikal, por dhe njohës i mirë i problemeve të Kosovës, duke qenë këshilltar i ministrit i jashtëm Bexhet Pacolli në Prishtinë. Faleminderit që jeni me mua sot, Andi Bushati. Si për herë, do të përpiqemi së bashku të bëjmë bisedën me Albinin. Zoti Kurti, vetëvendosja çfarë ka ndryshe sot? A është ajo që kishim? Dhe nëse jo, çfarë ka ndryshuar? Lëvizja vetëvendosje ka ndryshuar përgjatë viteve në kuptimin që e ka zgjeruar strategjinë, por jo se ka ndryshuar konceptin apo parimet e saj. Në këtë kuptim, në vitin 2010, 5 vite pasi që ishim formuar, ne filluam të marrim pjesën në përzgjedhjet parlamentare në Kosovë, gjë që nuk ishte rasti më herët. Ndërka që nga viti 2014 filluam që të bashkëpunojmë me partitë e tjera për të krijuar koalicione pasgjedhore dhe të bëhemi gati për qeverisjen. Pra, në këtë kuptim, mjeteve tona jashtë institucionale, u kemi bashkangjitur edhe ato brenda institucioneve, pa i braktisur të parat. Lëvizja jo nuk është parti politike, ne jemi më shumë se parti, për shkak se Kosova vazhdon të ketë më pak se sovranitet, ndonë se këtu e 10 vite më herët e shpallëm pavarësinë. Ne nuk e kuptojmë politikën vetëm si përfaqësim e ndërmjetësim, por edhe si vizion e aksion. Nuk mjafton që të votosh një herë në 4 vite, duhet të jesh aktiv gjatë tërë kohës për bindjet e tua politike. Nuk ka kuptim të jesh në politikë pa bindjet tua. Bindjet që i kemi në lëvizjen vetëvendosje janë për sovranitet të plot me të drejtën për bashkim me Shqipërinë në njërin anë dhe në anën tjetër socialdemokracia, qendra e majt e cila rritjen ekonomike e shoqëron me drejtësi sociale. Këto janë pra binarët tanë dhe besoj që ato nuk kanë ndryshuar në kuptimin e konceptit, por të mënyrave që përdorim, ato vazhdimisht janë zgjeruar e thelluar. Pse është të përçarë sot, pse u nda? Nuk ka ndarje në lëvizjen vetëvendosje, kemi një numër të deputetëve që kanë dalur nga lëvizja vetëvendosje. Kishim le të themi një aksident dhe tash pas thyerjes së një gjymtyre, po na merr pak kohë rikuperimi,
por në anën tjetër mbështetja popullore është më e madhe se asnjëherë më parë. Dhe jemi shumë optimist që ashtu siç u dyfishuam në zgjedhjet nacionale të vitit të kaluar, të 11 qershorit, do të shënojmë rezultat edhe më të mirë në zgjedhjet e reja parlamentare për të cilat angazhohemi e urojmë që të jenë sa më parë, për shkak se në Kosovë sundohemi nga një qeveri e pakicës, e cila ka vetëm 52 deputet nga 120 sosh. Ndarja juaj është mosmarrëveshje ideologjike apo është një pasojë e luftës për pushtet që ne e kemi në të gjithë politikën shqiptare? Po e theksoj që nuk ka ndarje në lëvizjen vendosje. Lëvizja vendosje është kjo që është, kjo që e keni njohur gjithmonë. Po, kishte dalje të disa deputetëve, të cilët mua më duket që nuk e arsyetuan as dorëheqjen e tyre nga struktura dhe as nga antarësimi i lëvizjen vendosje. Është e qartë sot që më shumë i kanë bërë dëm vetes se sa lëvizje son, por bëhet fjalë për persona të rritur, të moshës madhore, marrin vendime vetë. Vetëvendosja nuk do të duhet ishte kaq individuale, ne bezojmë në vetëvendosjen si koncept të lirisë kolektive të popullit, sido që të jetë, ata tash janë në një parti tjetër, dhe fryma e vetëvendosjes është ajo e cila e mirëmban antarësinë tonë. Me rastin e dorëheqjeve, në një mbledhje që kemi mbajtur të kryesisë të grupit tonë parlamentar, përgjithsisht më lavdruan mua, po megjithatë dolën nga lëvizja. Thanë se është më i përgatituri, më i dituri, më i mençuri, por kjo nënkupton se për mua ende është enigmatike, s'po them misterioze, se misterioze i bie që s'do të zgjidhet kurrë, po është enigmatike të gjitha motivet dhe qëllimet e kësaj dalje nga lëvizja vetëvendosje, kur dihej që ne do të jemi qeveri e ardhshme. Pra, në zgjedhjet e 11 qershorit bën 32 deputet. Si motiv i rëndësishëm mbetet ideja që ne duhet ta përçajmë, imagjinancës ta përçajmë, dhe e përfolur gjerësisht kjo, ta përçajmë vetëvendosjen për arsyet ju thatë, që për dominancën e saj e tjera, dhe në qendër të saj u fokusua kryetari i bashkisë, Shpenda Medaj. Kështu, kryetari i kryeqytetit ishte bashkë me kryetarin e grupit tonë parlamentar Glau Konjufcën, si ndërmjetësues për çështje të brendshme, për problemet e brendshme. Mirë po doli se ai nuk ka qenë realisht ndërmjetësues, dhe tash është bërë kryetar i një partie tjetër politike. Asnjëherë nuk më ka thënë që ka ambicie që të bëhet kryetar subjekti, përkundrazi, ka deklaruar që dëshiron të jetë i lidhur me kryeqytetin dhe vetëm me kryeqytetin, që s'do të jetë me asnjërin palë, mirë po pas fare pak javëve u bë kryetari një partie tjetër, edhe unë vetë ndjeki shembullin që ua sugjerojmë të gjithë ne nga kryesia e aktivistëve, do të merremi shumë më tepër me qytetarët se sa me kundërshtarët, qofshin ata të moshëm ose të thjeshtuar më të qartë. Në Shqipëri ka një perceptim që kundërshtari ka vlerë, thjesht ka vlerë Shpenda Medin, ta themi në mënyrë. Nuk e di unë këtë gjë, por e di që dorëheqja e tij nga vetëvendosja është iracionale, nuk e di se si shpaguhet për këtë gjë, në situatën e të cilën besoj ta ketë parashikuar atë që po na thonë sondazhet sot, e ajo është që lëvizja vetëvendosje sipas njërit sondazh ndërkombëtar del 23%, sipas tjetrit 21.8%, ndërkaq që kjo partia e re sipas njërit sondazh del 2%, sipas njërit 1.8%. Pra, është absurde, është iracionale se çfarë kanë bërë. Nuk i kuptoj qëllimit edhe motivet, por mbase koha është treguesja më e mirë e së vërtetës për atë çfarë ka ndodhur. Nazarko, e nise duke i thënë kështu në mënyrë lapidare, monumentale ato përkufizimet për vetëvendosjen edhe unë kështu e mendoj. Ishte një sfidë për mendimin tonë të pavarur dhe jo, unë mendoj kështu. Mundojmë të sistemojmë, domethënë. Unë mendoj kështu, po të paktën unë duhet ta them atë që mendoj. Nisu nga kjo. Po, domethënë ti ke drejt deri diku na thua na shtyve që nga fillimi, që nga fillesat e vetëvendosjes, kështu që për këtë arsye edhe unë po e lejoj vetes që të merrem pak me fillimin e tyre, domethënë edhe me ato shtyllat të cilat është përkufizuar pa hyrë në
të pjesën e fundit, ose duke hyrë më vonë pjesën e fundit, të kësaj ndarjes, përçarjes apo largimit të një grupi deputetëve. Në gjykimin tim, meqense kam kohë, domethënë pa folur për audiencën Top Channel për këtë çështje, edhe me Albinin afër, lëvizja vetëvendosje është ndërtuar mbi shumë kontradiksione të mëdha. Domethënë, natyrisht ligji i unitetit dy të kundërtave mund të vlejë për vetëvendosjen, po i numëroj këto kontradikta. Vetëvendosja u krijua si lëvizje në fillim, por duke thënë se s'do merrte pjesë asnjëherë në zgjedhjet parlamentare, pra në jetën institucionale, dhe më në fund mori pjesë në të. Vetëvendosja tha që ishte kundër administrimit ndërkombëtar të Kosovës, dhe në ndërkohë nuk merrte pjesë në zgjedhje. Pra, kjo është një kontradiktë, në momentin kur ti thua që nuk dua administrim ndërkombëtar, jam mjaftu shumë i pjekur për të marrë në dorë fatin tim, në ndërkohë nuk përfshihesh për administrimin e vendit tënd. Vetëvendosja thotë që është për bashkim me Shqipërinë, dhe në ndërkohë unë kam vështirë që të gjej se cila është partia e tyre partnerë në Shqipëri, me cilën punon, partnerja numër 1. Një parti më ekstremiste, kjo është kontradikta tjetër, që është madje mund të gjykoj që edhe me Partinë Socialiste që ose me Ramën, po them individualisht, që tregon afërsi relativisht madhe edhe intelektuale, po them me Albinin. Incidenti i parë me vezë që ka ndodhur Edi Ramës, ka ndodhur nga një aktiviste e formuar në këto klubet e vetëvendosjes në Tiranë, po nuk e di se ku. Vetëvendosje thot që është për bashkimin kombëtar, por në ndërkohë kërkon referendumin, i cili në fakt është një gjë që e kërkojnë dhe serbët e veriut të Kosovës. Në momentin që ti kërkon referendum në këtë konjunkturë ndërkombëtare rajonale, je duke provokuar një reakcion zinxhir që mund të çojë coptimin e gjithë Ballkanit. Vetëvendosje po e numëroj, ose nuk e di nëse më thuaj ti nëse duhet të ndaj këto kontradikte, po ja. Jo, i drejtohesh zotit Kurti dhe ai të jep shpjegime për paqartësitë që vetëvendosje pra thotë që është për bashkimin kombëtar, ndërkohë kur vetëm në fazën e fundit, në vitet e fundit ka filluar të artikulojë atë që është bashkimi ekonomik ose bashkimi, po themi heqja e barriera midis nuk do të thënë në ligjërimin e vet politik, në pjesën programore, vetëm në këto vitet e fundit kemi parë artikulimin e heqjes së barrierave ekonomike, doganore etj. Vetëvendosja po ashtu ka një përgjithsisht të shfaqur si parti laike apo si parti, po themi, drejtuese të cilës janë njerëz që kanë një distancë filozofike, etike nga po themi militantizmi fetar, ndërkohë kur sistematikisht ka flirtuar me ekstremizmin fetar në Kosovë. Qoftë duke kandiduar figura të cilat kanë qenë të shprehura në domethënë pozita ekstremiste. Mund të vazhdojë me pjesë tjetër. Dëgjojmë zotin Kurti dhe dëgjojmë. Faleminderit. Spori, ne nuk kemi marrur pjesë derisa sundonte UNMIK me Kosovën, dhe na përcaktonte si një territor me status të papërcaktuar. Dhe ne kemi lindur me idenë që nuk i mungon statusi territorit të Kosovës, për popullit Kosovës i mungon liria dhe ajo e ka emrin vetëvendosje. Pas largimit, le të themi, të UNMIK-ut dhe mbetjes vetëm të cipës formale dhe shpalljes së pavarësisë së Kosovës, u krijuan rrethona në të cilat ne kemi mbajtur 6 muaj diskutim në organizat, atë marrim pjesë në zgjedhjet parlamentare. Ishin krijuar rrethona të reja me shpalljen e pavarësisë dhe në zgjedhjet e para parlamentare, pas shpalljes së pavarësisë, ne marrim pjesë. Pa e braktisur protestën, aksionin direkt civil. Unë nuk besoj që këtu ka kontradikt, por ka dallim të madh në rrethonat e krijuara. Pastaj, ne kemi kundërshtuar administrimin ndërkombëtar të Kombëve të Bashkuara, në emër të vlerave të Kombëve të Bashkuara. E mbaj me një ndër aksionet pa të bërë në xhamat e përparme të xhipave të UNMIK-ut, kemi vendosur rezolutën për shpalljen e pavarësisë, dhënien e pavarësisë së popujve të kolonizuar nga viti 1960. Në emër të vlerave të OKB-s, kritikoni misionin e OKB-s jo demokratik në Kosovë. Ngjajshëm, në emër të vlerave të Bashkimit Evropian, kemi kritikuar misionin e ULEX-it në Kosovë. Kritika
kundërshtimi nuk ta parandalojnë angazhimin. Dikush më tha që punon të baba ju, por s'ka asnjë lloj rëndësie. Ka punuar në administrim ndërkombëtar, administrimi ndërkombëtar është shumë i madh për të punësuar shumë njerëz. Të gjitha aksionet që kemi ndërmarrur ne kanë pasur qëllime politike. Ne mund të kemi dëmtuar, si të themi, makinat, muret, mirë po së pari, kemi mbajtur burg për këtë gjë, për dallim prej shumë të korruptuarve, të kriminalizuarve në skenën politike në Kosovë, që nuk e mbajtën asnjë ditë burg dhe sot i kanë milionet e tyre. Ndërka që në anën tjetër duhet theksuar edhe faktin se asnjëherë nuk kemi lënduar njerëz. Dëmtimi i pronës së regjimit, dëmtime minore, kemi konsideruar që janë për brenda politikës jo violente. Mëtej, ne nuk mendojmë që ne e bëjmë bashkimin kombëtar, por që bashkimin kombëtar na bën ne. Edhe po të mos kemi asnjë partner në Shqipëri, vokacioni jonë, bindjet jona janë për bashkim. Por besoj që edhe në politikën shqiptare këtu, edhe të popullsia në përgjithësi, ka shumë vullnet e interes për bashkim. Bashkimi kombëtar është, unë besoj, intens e përgjithshme. Po të mbashin 2 referendume në Kosovë dhe në Shqipëri, unë jam i bindur që shumica dërmuesve të ishin për bashkim. Në Kosovë, ne në 1.3 nuk na e lejon bashkimin me Shqipërinë, e kanë marrur nga ne një 4 i Konstitutës Austrisë që nuk e lejon Anschlussin me Gjermaninë, po se kishim ne Hitlerin, e kishte Serbia Miloševićin, pse na vën këtë pengesë neve. Kjo është shkelje e aspektit të jashtëm të suverenitetit shtetëror dhe të drejtës për vetëvendosje të popullit tonë. Nuk krahasohen serbët e veriut. A dini pse? Nuk krahasohen as rusët në Krime. A dini pse? Sepse ata i paguan Moska e Beogradi, mua nuk më paguan Tirana. Unë vi me paratë e mia këtu që t'ju bindje dhe juve për bashkim kombëtar. Jo, ne jemi më të bindur se sa ty, se jemi pak më të matë moshë. Jo, vetëm po duhet të them që strukturat e Serbisë në veri, strukturat ruse në Krime, paguhen për qendrave hegemonike. Ajo nuk është vetëvendosje. Vetëvendosja vjen prej poshtë. Kutit e votimit në Krime i kanë bartur ushtarët rusë. Referendumi vjen prej poshtë, pra vetëvendosja vjen prej poshtë, është demokratike. Se serbët e veriut nuk do të kanë të drejtë që të vend të jetojnë me Serbinë dhe të pranojnë të jetojnë një shtet o të drejtuar nga shqiptarët, Këtë nuk po e kërkojnë fare serbët e Kosovës. Fare nuk po e kërkojnë serbët e Kosovës, po e kërkojnë vetëm Beogradi. Edhe në emër të serbët të Kosovës. Jo, po ta jap një shembull konkret. Kur gjykata kushtetuese e Kosovës ka hedhur poshtë zajednicën e Serbisë, asnjë letër proteste asnjë serbit të Kosovës, vetëm nga Beogradi. Nuk janë deklaruar serbët e Kosovës asnjëherë që duan të jenë me Serbinë. Serbët e Kosovës nuk mund të flasin për strukturave të Serbisë në Kosovë. Kush e vrau Oliver Ivanovićin? Ka ne gabim Beogradi që ka qasje kujdestare ndaj serbëve të Kosovës? Është gabim ti këtë? Jo, ajo nuk është qasje kujdestare, nuk është fjala kujdesi. Po. Nuk është kujdesi. Është hegemonia e një qendre e cila tradicionalisht në Ballkan ka pasur një imperializëm të vockël. S'ka lidhje me, e ka drejtë mbrojtje atë popullin Pakicën e vet aty. Ajo e ka shfrytzuar Pakicën për më shumë territor, e jo territorin për Pakicën e vet. Dhe tjetra është që bashkimi kombëtar e ka dhe komponentën ekonomike. Shqipëria ka det, male, ka ujra, Kosova ka tokë bujqësore, ka minjera e minerale, jemi komplementar. Okej. Pra, edhe komponentën ekonomike, po jo vetëm atë. Unë i dua hapet e integrimit, jo si zëvendësim për bashkim, po si rrugtim drejt tij. Dhe zoti Kurti keni kërkuar, kishte edhe një për kandidatët që ju keni, që Nazarko ngriti akuzën kandidatët për deputete, kështu e kishit apo jo? Çfarë thashë? Ishin lidhur me Apo, flertimin me... Shikoni, nuk ka asgjë të tillë. Ne jemi një subjekt politik i cili e do shtetin e Kosovës, shtet sekular, me një ekuidistancë nga të gjitha religioneve. Mirë po, ne po ashtu kundërshtojmë edhe, le të themi, islamofobin, e cila është e shprehur, sidomos nga pushtetarët, që dëshirojnë ta zavendësojnë armikun ton kryesor Serbin me demek islamin. Po ti numëroj unë 5 raste... Vetëm një moment, se vetëm ta mbaroj këtë. Okej, dakor. Pra, ne besojmë që Kosova i ka 2 probleme të mëdha. Qytetin e ndartë Mitrovicës, përkatësisht ndikimin e Serbisë dhe korrupsionin e madh, përkatësisht papunësinë. E këta pushtetarët tonë, që janë edhe të korruptuar, edhe po bëjnë pazare me Serbinë,
dëshirojnë që ta qesim problemin numër 1 islamin ekstrem. Ne pranojmë që ekstremizmi islamik... Numri më i madh i luftarëve tuaj për kod banorin Kosovë është në Evropë, apo? Në ekstremizmi islamik është problem, po është problemi numër 3-4. Këta dëshirojnë ta vendosin si problemin numër 1 dhe kultivojnë një farë islamofobie. Ne e kundërshtojmë edhe ekstremizmin islamik, edhe islamofobinë. Ne jemi sekularë. Pra, në qoftë se janë 5 raste në cilat ju keni dalë, në qoftë se keni dalë jo vetëm në mbrojtje të ekstremizmi islamik në Kosovë, që ka dhe karakter institucional, nuk është e vërtet. Dhe o jeni vendosur dhe kundër bashkësisë perëndimore. Po ju themi keni dalë kundër ligjit luftarëve tuaj. Keni dalë në mbrojtje të imamëve që u arrestuan, 40 imam që u arrestuan dhe që u procesuan. Keni dalë kundër Izraelit për të ashtu quajtur për bombardimet në Gaza. Keni kandiduar në Raovec, në Prizren, njerëz cilët kanë mbajtur qëndrime të forta edhe kundër Izraelit edhe kundër Shtetet Bashkuara të Amerikës, për të mos thënë edhe shfaqje të tjera, domethënë që ju kanë karakterizuar dhe që konsiderohen si flirtimi hapur me ekstremizmin islamik në Kosovë. Spori më lejoni të theksoj që shumë më tepër pjesëmarrës të këtyre politikanëve që kanë edhe një pek të theksuar fetar, janë pikërisht në partinë në të cilën ju këshilloni, se sa në lëvizjen vetë vendosin. Po hyret e kjo pjesë pas e flasim? Jo, po kupton është tash. Ka lidhje, unë këshilloj, jam këshilltar i jashtëm. Rregull, po tash kjo është e para. E dyta, ne kemi kundërshtuar ligjin por mos pjesëmarrje në luftrat në territoret e huaja, për shkak se ky ligj do ta fuste në burg edhe asim vogshën e Gjemal Kadën që kanë luftuar kundër fashizmit në Spanjë. Dakor, vetëm një moment. Ama ne shikojmë parimin. Ligji do ta ketë një aurë universale. Ligji s'mund të jetë partikular. E para, e dyta, ne kemi propozuar diçka shumë më radikale në luftimin e ekstremizmit islamik. Vendosni organizatat që janë të ekstremizmit islamik në listën e organizatave terroriste. Dhe le të luftojmë me emër e me mbiemër. Po qeveria nuk dëshiron të bënte këtë. Nuk kemi mbrojtur kur faro gjallë. Ashtu i tha Amerika. Nuk është e vërtet. Ashtu i tha Amerika. Miratoni një ligj standard për këtë vend. Edhe ta zëm, nëse shpërthen lufta në Lugin të Preshevës, kjo i bie që shqiptarin aty do duhet ta fusnin në burg në Kosovë. Mendojmë që është e padrejtë. Ne kemi shikuar në parim. Një kandidat që kemi pasur për një komunë, ja kanë nxjerrur një postim të para emocional të para 3 viteve nga i cili është distancuar edhe ai vetë pastaj. Tash, ne besojmë që njeriu ka të drejtë pendohet. Zoti Kurti, ju keni kërkuar dorëheqjen e kryeministit Haradinaj, të kthehemi pak më, se zoti Nazarko iku larg pak në kohë. Na futet ti, larg se ti. Unë e kam përpar në studio. Lider si kështu. Po sigurisht. Edhe aq po tepër që e ke për herë të parë, ja vlen të bëhet një retrospektive gjë. Jo. Atëre. Për herë të parë. Bashkë. Atëre, për të parë që... Jo, e kam qenë para një 10 vjetësh. Pas këtë drejtë e ti, pas. Të falenderoj të që na dhe këtë mundësin e herës. Keni kërkuar dorëheqjen e kryeministit Haradinaj. Po, përse? Kemi kërkuar dorëheqjen e kryeministit Haradinaj për shkak se ai e mori së pari listën serbe në koalicion, duke negociuar me një kriminal në veri të Kosovës, Milan Radojčić. Së dyti, një ministër serb, Nenad Rikalloj, që është i bujqësisë, ka me 10 shqiptarë që kanë dëshmuar se ai ka marrur pjesë në bandat serbe që kanë maltretuar shqiptarët gjatë luftës. Së treti, ja rriti pagën vetës, ja dyfishoi pagën vetës, dhe i bëri 80 zëvendës ministra, e 21 ministra, e 5 zëvendës kryeministra, dhe së katërti nënshkroi një kontrat me një fond investiv Kontur Global për ndërtimin një termocentrali me Qymyr, prej 500 megawatësh, me që rast garantohet shkalla e kthimit të brendshëm kapital prej 18.5%, i falen praktikisht 15 hektar me qenë se jipen për 10 euro gjithsej, i garantohet shitja në tregun e Kosovës, pra edhe nësa ta prodhojnë çka s'na duhet neve, ne e garantojmë që do ta blejmë pa çka se s'na duhet. Dhe gjithashtu ky e votoi demarkacionin e kufirit me Malnezi, që na ndryshon kufirin duke na i hequr 8.200 hektar.
Ne besojmë që një kryeministër i tillë, i cili ka mbetur qeveri e pakicës me 52 deputet, paramendoni sikur kryeministri Rama në Kosovë, në vend të 75 deputetëve të mbetej, të ngelej me 60 deputet. Çka do të ndodhte? Prej 75 të binte 60. Në Kosovë, në vend se t'i ketë qeveria së paku 61 deputet, i ka vetëm 52, e as qereku i tyre nuk janë të Haradinajt. Prandaj, ne besojmë që Haradinaj është përgjigjur që ju jeni tani pa punë dhe nuk keni kaos. S'keni një kaos. Po, kështu, ne kemi shumë kauza, të cilat i pengon pikërisht një qeveri e pakicës, pa i kështu e kupton, si vend punë atë, sepse krejt që ka dashur është bëhet kryeministër. Ai nuk e bën dot kryeministrin. Ai e sheh kryeministër të regjistri i qenjes, jo të regjistri i bërjes. Pra të bëhet ai vetë kryeministër, e jo ta bëj kryeministrin për Kosovën. Pra, besoj që ka një problem në bot kuptim të rolit që ka marrë. Te një nga pikat që përmendët, ai me pak humor, më përgjigj mua që unë ose do ta ngrinja rrogën time, ose do vithja, më duhesh dhe për të veshur, e kupton? Unë s'besoj që rritja e rrogës është garancion për këtë dytën. Fare, përkundrazi. Po. Të ndalemi pak të marrëdhëniet me Shqipërinë. Përse mendoni që ka një nivel të ulët të marrëdhënieve, sidomos atyre ekonomike? Spari, takimet të cilat janë zhvilluar midis dy qeverive, tash e sa vite, janë më shumë ceremoniale dhe janë më shumë me marrëveshje bilaterale ku palët vullosën si të ndara, sesa që krijojnë mekanizma të përbashkët. Prej një mori e marrëveshjes që kanë bërë Prishtina me Tiranën, nuk janë përcjellur me zbatime konkrete përmes mekanizmeve të përbashkët dhe as nuk është bërë buxhetimi për to. Pra, unë besoj që këtu është një ngecje e madhe, për shkak se... Është hera e parë që po flisim për këtë, që kur bëhen mbledhjet e qeverive, jo vetëm tani po artikulon në mënyrë kaq konkrete qëndrime të tilla. Unë besoj që mundësit janë shumë të mëdha, por më tepër bëhen për opinionin publik, një si lloj protagonizmi, sesa që ka vullnet e dëshirë e interes për një mend për t'i harmonizuar dy vendet tona. Le të mos harrojmë që vendet e Bashkimit Evropian të Eurozonës janë shumë më të bashkuara se ne. Ka një bankë qendrore në Frankfurt, ka një valutë euron, dhe po ashtu e kanë tregun e përbashkët. Ne se kemi me Shqipërinë këtë. Dhe është momenti i fundit që Shqipëria e Kosova të koordinohen në mënyrë që në dekadën e ardhshme të gjitha 6 vendet e Ballkanit Perëndimor të hyjnë për një herë në Bashkimin Evropian. Është objektivi ynë themelor, interesi ynë fundamental kombëtar. Po hyri Serbia një ditë para Shqipërisë e Kosovës, asgjë si bë Greqia Maqedonisë, çka do të na bëjë ajo neve. Është e domosdoshme që këto 6 shtete, Bosnia dhe Hercegovina, Mali Zi, Kosova, Shqipëria, Maqedonia dhe Serbia, të hyjnë për të njëjtën ditë në Bashkimin Evropian. Shumë më tepër sot e kushtëzon Serbinë Kroacia se Shqipëria e Kosova, që kanë më shumë arsye për një kushtëzim të tillë. Ta zëm, më falni. Ministri mbrojtjes... Të kërkon edhe presidenti Thaçi, këtë duke thënë. Ministri... Nuk është një shpike madhe. Ministri... Nuk është shpike fare. Po, ministri i mbrojtjes në Serbi është ish zëdhënësi partisë Gruas Miloševićit. Ministri i punëve të jashtme në Serbi është ish zëdhënësi partisë Miloševićit. Vučići, ministri i informatave në kohën e Miloševićit. 131 deputet i ka kuvendi i Serbisë në grupin e miqësisë Serbi-Rusi. Ata po e rehabilitojnë edhe Draža Mijalovićin edhe Milan Nedićin, kujslingët që kanë bashkëpunuar me nazistët dhe qetnikët që kanë vrarë shqiptarë. Është domosdoshme që Shqipëria dhe Kosova ta thonë të vërtetën e vet dhe ta krijojmë, le të themi, edhe një aleancë ballkanike përveç partneriteteve me superfuqitë që kemi. Publicitet, rikthehemi. Jemi rikthyer. Bushat? Unë jam çik pozicion vështirë sot, se unë jam në shumë gjëre, jam pro qëndrimeve të vetëvendosjes. Nuk është faj, apo ja? Jo, nuk është faj, po i ha në hise debatit. Dhe prandaj duhet gjej disa pika që unë kam ato dilemat apo dyshimet e mia. Një nga kjo është teza e Albinit për bashkimin kombëtar. Është shumë e bukur ajo që ju thoni, që jemi edhe kompatibël ekonomikisht, Shqipëria bëhet më fort, jemi të gjithë bashkë, etj. Por
ajo që më shqetëson mua tek theksimi kësaj teze, është fakti që duke ju ndjekur dhe ju që për ato që thonin Kosovë, po besoj analiza që ju bënin Kosovë është e vlefshme dhe për analizën që mund t'i bëni gjendjes Shqipëri. Ne jemi në 2 shtete pothuajse të falimentuar në gjitha pikpamjet që drejtohen nga bandit, ju keni atje drejtohet vëndi nga ish komandant të kthyer në pozargji, ne nga ish politikant të kthyer në drogagji, dhe të vish sot dhe ti mshosh bashkimit kombëtar, është nga njerë t'ju japësh dorë të gjithë populistëve që duan t'i mbysin problemet e tyre të vogla, duke ngritur një fabull të madhe. Pra, në këtë sens më duket sikur mëshimi apo theksimi bashkimit kombëtar bie ndesh me atë kujdesin tuaj për të bërë një Kosovë më të mirë, më social-demokrate, pa hajna, pa tendera, pa koncesione, e pa mbetur peng në duar të shumë komsheve. Në këtë sens, them që këtu jo vetëm që ka pak populizëm, po ka pak populizëm që ju bën dëm edhe ju tek qëllimet tuaja imediate. Po u bashkuan Kosova dhe Shqipëria, prap nuk është se bët në shtet i madh. Edhe me territor, edhe me popullsi sa Danimark. Jo, se kam ke... Do të thotë, ne jemi aq të vegjël, që për bindjen time është absurde të mos shikojmë që të bashkohemi e të rritemi si treg, edhe demokracia është më e shëndetshme kur krijohet ky nivel i anonimitetit ku nuk njihemi bashkë gjithë siç bëhet në Tiranë. Jo, unë mendoj që sforcu jon duhet të jetë le të bashkojmë një ditë pasi të bëjmë 2 shtete të mira. Jo të kemi 2 shtete të këqija dhe të mbyllim gjithë problemet me mirazhin e bashkimit. Edhe Serbia do bashkimin e shqiptarëve. Veç se unë kam edhe një lexim tjetër të situatës. Unë nuk besoj që duhet t'i zgjidhim problemet të ndarë, për shkak se besoj që problemet i kemi pse jemi të ndarë. Disa problemet që janë në Shqipëri e në Kosovë, janë aty pikrisht pse jemi të ndarë. Dhe në këtë kuptim, unë nuk mendoj që korrupsioni parandalon zhvillimin, por kjo është e vërtetë, por më parë e më shumë është e kundërta. Mos zhvillimi çon te korrupsioni. Komandantët, këndej politikanët që u bën biznismen e njerëzit më të pasur, vjen edhe për shkak se nuk kishim një orientim socioekonomik zhvillimor. Pra, por kishim zhvatës. Përfunduam në një neoliberalizëm të tash. Kosova dhe Shqipëria i bëjnë hajër njëra tjetrës edhe në aspektin ekonomik. Jemi komplementar. Unë besoj që po filluam të zhvillohemi e luftojmë shumë më mirë korrupsionin, se sa nëse mbetemi të ndarë. E para. E dyta, ne nuk jemi populist, andi, një fakt i thjeshtë. Populistët besojnë që popullsia është automatikisht popull. Unë nuk besoj këtë. Unë besoj që popullsia është ndarë në shtresa e në klasa. Populistët nuk duan të theksojnë antagonizmat e kundërthënjet brenda shoqërore. Unë përkundrazi dua t'i vënë në pahatu. Dhe në këtë kuptim nuk mund t'jem populist. Dhe së fundi, mendoj që duhet t'ja japin fjalën qytetarëve. Nëse e duan bashkimin, atëherë ai duhet të ndodhë. Nuk është e drejtë që Kushtetuta e Kosovës nuk ja lejon të drejtën popullit. Nëse ky popull nuk do ta dëshironte bashkimin në referendum, unë do të vazhdoj të jetoj në Kosovë. Dhe e fundit, unë nuk e dua bashkimin me Shqipërinë në kurriz të lirisë Kosovës, po si shprehje të asaj lirie. Pra shprehje e lirisë së Kosovës duhet të jetë edhe e drejta për bashkim. Pra nuk jam i gatshëm ta pranoj bashkimin e Kosovës me Shqipërinë duke sakrifikuar veriun.
e dua një shtet funksional, e të fuqishëm të Kosovës, i aftë për të bashkuar me Shqipërinë. Ke dëshira shumë të mira. Dëshirat janë shumë të mira, po nga njerë... Ama shumë keni thënë në këtë moment, s'dija e kuptoni. Nëse mi keni pranuar që dëshirat janë të mira, jemi pajtuar 90%. Nuk jem politikë si priftë, do të shpallë dëshirat të mira, për aksion. Këtu fillon debati, sepse historia këtej dhe andej, historia jone afër, çfarë na ka mësuar? Sali Berisha fillon dhe bëhet nacionalist pasi vret njerëz në bulevard. Edi Rama dhe Hashim Thaçi fillojnë kërcënojnë Evropën me bashkim kombëtar, kur njëri është duke mbjellë Shqipërinë me drogë dhe tjetri kur i kërcënohet nga gjykata speciale. Pra, këtu flamurin e rretskosur të bashkimit kombëtar e kanë përdorur më faqezit e këtij vendi. Dhe pse e kanë bërë këtë, nuk e kanë bërë kot. E kanë bërë për një arsye të thjeshtë. E kanë bërë për një arsye të thjeshtë. E kanë bërë për t'u ikur problemeve të ditës. Mendoni sikur një moment, ai neni famshëm që ju thoni, të hiqej Deus ex machina nga kushtetuta e Kosovës. Dhe sot, në Shqipëri dhe në Kosovë, në hapej tema e madhe e bërjes të një referendumit bashkimit. Të gjithë do digjnin xhaketa, do nxirrnin flamujt, do bëj një festë e madhe, ndërkohë që të vendet tona nuk meritojnë një festë, po meritojnë një reflektim për problemet e mëdha që kanë. Prandaj unë them, rendja mbas ëndrrës iluzore të bashkimit na bën shpesh të harojmë hallet e ditës, dhe hallet e ditës janë mëkatet e politikanëve që jemi të prirur të luftojmë. Pajtohem, pra... Me që jemi si kundërvënie tematike, dhe po të them diçka dhe unë për qasjen tuaj për bashkimin, në mënyrë që kur të përgjigjesh... Sa më shkurt, se s'kemi shumë kohë. Jo, ajo çka vere unë, nuk ka... E para, në gjykimin tim bashkimi ndodh në qoftë se ne merremi vesh me perëndimin. Kjo është kategorike. Bashkimin s'mund ta imponojmë dot ne. E dyta, në qoftë se ne kërkojmë bashkim pa u koordinuar me perëndimin, ne i shërbejmë asaj teze dhe atij qëndrimit serbëve të cilët thonë po le të bashkohen shqiptarët, por ne nuk duhet poshtrohemi. Pra të kërkosh bashkimin në këtë kohë kur dihet përfundimi i referendumit, jo vetëm që është populiste, po ndihmon edhe Serbinë, e cila vazhdimisht thotë do preferoja të merresha vesh me me shqiptar të bashkuar. Është tjetër bashkë. Jo, kjo i thot Bushati është një tjetër dhe kjo tema e po flasim për konceptin që ka zoti Kurti vendosja për momentin me Bushatin dhe të spari ne nuk e përdorim si disa politikanë të dy anët e kufirit bashkimin kombëtar si kërcënim për bashkimin evropian. Përkundrazi. Ne besojmë që duhet t'i bashkohemi Evropës në Evropën e bashkuar që bëhet gjithnjë më sociale dhe e cila nuk është një kështjell tek porta së cilës shkruan masat e kursimit, por bëhet një Evropë e cila në traditën e vet e riaktualizon shtetin e mirëqenies, por gjithashtu dhe paqen nëpërmjet antifashizmit. Është shumë e rëndësishme kjo, se rrënjët e Evropës janë të fitoria mbi nazizmin dhe fashizmin në luftën e dytë botërore. Sot vendet janë në rrezik, Austria, Qebesa dhe Italia. Si ka thënë përpara këto, pjesë për kolonializmin në Kosovë. E tash, do të thotë, ne asnjëherë nuk e kemi kundërshtuar bashkimin evropian, po gjithnjë... Euleksin e keni kundërshtuar. Gjithnjë misionet jo demokratike të tij. Bashkimin kombëtar nuk e duam në kurrez të barazis, e të çështjeve sociale, e të politikave publike, që i ndihmojnë më së shumti ata që i kanë nevojat më të mëdha. Kur ne nuk e përdorim bashkimin kombëtar, si një... Po ka prioritete politike. Dakord, por ne, qeveria ka shumë ministri. Ato mund të merren me gjitha gjërat për Nuk një. mund t'i flasësh një trupi me kancer, të thuash po e përgatis për maraton. Jo, vetëm një. Hajde flasim për kurimin, pastaj për ta përgatitur për maraton. Ne besojmë që këto... Duke quar theksin ke maratona, harrojmë këtë. Unë besoj që zgjidhja është në një raport sinkron, jo diakronik. Unë besoj që bashkë duhet shkojnë. E tash, të çështje socio-ekonomike, vetvendosja është e vetmja... Cili është modeli ekonomik? Është e vetmja ajo e cila ka programin që na nxjerr nga kriza. Fondi sovran, i cili ndërmarrjet shoqërore i heq nga gestioni i privatizimit, ndërmarrjet publike ja merr qeverisë, e vendos një kryeshef
me përvojë në financat e tregjet ndërkombëtare, apartijak që i raporton drejt për drejt kuvendit, me qenë se shteti jonë i pavarur është republikë parlamentare. Dhe aty ristrukturohen ndërmarrjet, ndërprejmë privatizimin, hapim udhën shitjes së aksioneve dhe mërgatën tonë me remitancët e saj e bëjmë aksionarë në zhvillim ekonomik. Shtetëror aziatik Jo, absolutisht. Po modeli ekonomik sot, Ka shumë tipe të kapitalizmit, ideali jonë është kapitalizmi skandinav. Pra, Evropa kontinentale, me shtetin e saj të mirëqenjes, është qëllimi edhe principi i programit tonë. Në anën tjetër, na nevojitet urgjentisht një bankë zhvillimore investive. 90% kapitalit bankar në Kosovë është i huaj. 3 banka e kanë 70% të tregut. Neve na nevojitet një kapitali është kosovar, është në duar të huajve, se kapitali kosovar është. Bankë zhvillimore investive në duhet me grejs periudha 10 vjeqare e me kamata 9-3%. Ç'është ajo që qeveria, ç'është modeli ekonomik qeveria e Prishtinës zbaton sot? Sepse shqiptarët këtu, në Shqipëri, 360 më shumë mijë kishin bërë mbushur lotarinë amerikane. Nuk e di se kanë mbushur në Kosovë, për të shkuar, për të ikur, në gjithë po ikin. Ç'është modeli ekonomik? Ç'është përpjekja ekonomike? Se këtu duhet jemi. 4 gjëra është socioekonomia nga pikpamja e qeverisë në Kosovë. Dogana, remitanca, zyra edhe asfalt. Kaq. Dogana, remitanca, zyra edhe asfalt. Paqja sociale që keni në Kosovë është duke falendruar dërgesave nga mërgata jonë. 1 miliard euro në vit, a bugjetin e kemi 2 miliard. Pra, po mos t'ishte mërgata jonë, nuk do të mundsoj lufta shqirimtare. Po mos t'ishte mërgata jonë, nuk do t'a kishim paqen sociale. Ata kanë bërë edhe luftën me paqen. E ne dëshirojmë që ato dërgesat mërgatës të mos shkojnë në blerjen e mallrave të importit, ku ne kemi deficitin tregtar sa 1/3 e brutoproduktit vendor, por të hynë në zhvillim ekonomik. Pse mos kemi një bank diasporës? Pse ata të mos i blejnë aksionet në ndërmarrjet tona? 97% të fondit të kursimeve pensionale është jashtë vendit. Merrni me mend, 1.6 miliardë i kemi jashtë vendit. E të mërshme, nuk është që Kosova s'ka para. Por investimet kapitale që janë çereku i buxhetit shkojnë 90% në asfalt. Jo në shkolla, jo në spitale, jo në artën në kulturë, jo për shkencë, as për kanalizim e ujësjellse, por vetëm asfalt. Neve na thuhet që jemi shoqëri në tranzicion. Jo, ne jemi vend tranzit me autostradat lemueshme. Dhe jemi pranë autostradave. S'ke spitale, s'ke shkolla, pa autostradat i ke shumë të shtrejta e të mira. Por autostradat duhet ta lidhin vendet ku akumulohet kapitali, jo vetëm të jenë vend i qarkullimit kapitalit. Vendi ku akumulohet kapitali është prodhimtaria. Unë e di që në Kosovë neve na nevojitet prodhimtaria, e kjo fjalë prodhimi ka një konotacion negativ pak në Shqipëri, për shkak të kaluarës, industrializimi i vendit e kështu me radhë. Mirë po, 32.000 biznese shqiptare i kemi veç në Gjermani. Nëse 1% e tyre vinë të investojnë në Kosovë, do të kishim nga 10 për komunë. Do të ndrojë peisazhi socioekonomik për gjithmonë. Më njëherë pasi unë të bëj një pyetje tjetër. TTPZ.kal mund të ndiqni lajmet më të rëndësishme të këtij emisioni. Zoti Kurti, populli shqiptar ka simpati të veçantë për perëndimin dhe Bashkimin Evropian. Por kohë e fundit ka një intensifikim të marrëdhënieve me jo me Republikën e Turqisë, do thosha kështu, por me Erdoganin, me presidentin Erdogan. Por kjo gjë është edhe ndodhet edhe në Prishtinë. Mjaft të diskutuar edhe momenti ku brenda nesh ka hyrë përplasja e Erdoganit, e presidentit Erdogan me gyllenistët. Rasti i fundit në Kosovë ishte një rast i konsideruar skandalos. Ç'është opinioni juaj për këtë? Komisionin hetimor parlamentar për këtë gjë e kryeson deputeti Lëvizjes Vendosje Xhelal Sfeqja. Ne kemi kundërshtyuar mënyrën e dëbimit të këtyre 6 shtetasve turk. Ne nuk e dim nëse ata janë fajtor për ndonjë gjë ose jo, mirë po ai rrëmbim i tyre gjatë natës dhe deportimi shpejt nga Kosova, besojmë që është shkelje e ligjit, e kushtetutës edhe drejtave të njerëzit. Por Komisioni Hetimor Parlamentar duhet ta bëj punën e vet dhe ta thot vendimin e vet në fund. Me këtë rast besoj që ministri i Brendshëm, i cili u detyrua të ndërhiqej, ishte një kokë turku që u sakrifikua nga qeveria. Që të mos jap ndërheqje presidenti, që të mos jap ndërheqje kryeministri, e hoqën një ministër të brendshëm. Nëse mund të them diçka, duke qenë që edhe koha është e kufizuar, nuk ka diskutim që
në kuadrët kontradiktave apo të ndryshimit madh që është duke pësuar lëvizja vetëvendosja, shumë gjëra kanë ndryshuar vetëm në veshjen e Albinit, po edhe në qasjen e tij ndaj faktorëve më të rëndësishëm që përcaktojnë zhvillimet e Kosovës, ndaj faktorit perëndimor. Por unë imagjinoj, nuk kam qenë brenda bisedime, që ndarja e rëndësishme që ndodhi në vetëvendosje ka qenë pikërisht në zgjedhjet e fundit, kur vetëvendosja ishte partia e parë, u duk se ishte afër pushtetit, po kokëfortësia, mungesa e bashkëpunimit me Lidhjen Demokratike të Kosovës, mungesa e elasticitetit në bashkëpunimin me Pacollit. Jo, Lidhja Demokratike, LDK. Mungesa e, po themi, elasticitetit në bashkëpunim me faktorin perëndimor, i cili sheh proceset si bisedim me Serbinë, gjykata speciale si procese themelore, bën që pjesa tjetër e bashkë luftëtarëve, bashkëkozëve, bashkëveprimtarë të shihnin të pamundur ardhjen në pushtet me zotin Kurti kryetar. Unë i shikoj shumë të arsyeshme një pjesë kritikizmit që ai bën për qeverisjen në Kosovë, për ata që janë protagonistët e kësaj qeverisje, edhe për zotin Thaçi, por mendoj që po mi, mundet mos bëj pyetje. Jemi dhe te komentet. Ajo që duhet të them është që në sytë e faktorit perëndimor, lëvizja e zotit Kurti, ose zoti Kurti që me gjithë elegancën që karakterizon në mos sulmimin atyre që kanë qenë të ikurit e partisë, shikohet si shkaku kryesor pse zoti Thaçi është në pushtet. Pra, preferojnë, zoti Thaçi përdor shpesh si alibi, thot, ose më pranoni mua, njeriun e luftës, njeriun e paqes, njeriun e marrëveshjet mëdha, ose zgjidhni një njeri i cili është kundër perëndimit, që s'ka partner në Shqipëri, s'ka partner në perëndim, s'ka as Parti Socialdemokrate Gjermane, po themi, pra zgjidhni merr. Në këtë kuptim, ndonse zoti Kurti mund të shkëlqejë në raport me shumë prej atyre që janë protagonistë e jetës politike në Kosovë, ndonse ka qëllime shumë mira. Çfarë ka bërë gabim zoti Kurti në këtë gjithë që zoti Kurti e kuptoi se cilat i ka bërë gabim, ose çfarë mendoj unë që ai ka bërë. Zoti Kurti, po. Ne natyrisht që duam të vim qeverisje dhe jam i bindur që do të vim Ka një qeverisje. isë mendon kështu? Me programin ton, me konceptin ton, ne dyfishuam votat tona. Unë kam qenë i hapur për koalicione pasgjedhore, kam munguar vullneti i palëve të tjera, por natyrisht që unë nuk jam i gatshëm që të vrapoj në rrath, ku do ta merrja stafetën prej qeverive paraprake. Ne kemi një distancë kritike prej çfarë kanë bërë atë në të kaluarën, dhe ne nuk jemi të gatshëm të bëjmë amnesti për kriminalët që janë peshkaqenet e stabilitetit. Ne jemi të bindur që Kosova ka nevojë për transformime. Hedhin Molotov në oborret e kryeministrave. Po shikoni edhe një herë, po them. Se s'mund bësh të koalicion me dikë që... Ata nuk e ka bërë lëvizja vetëvendosje, por ta keni parasysh... Ata thonë që e keni bërë ju, po unë dikush e ka bërë. Nuk është e vërtet, por ta keni parasysh që gjatë këtyre 13 viteve gati sa ekziston lëvizja vetëvendosje, unë 10% kohës e kam kaluar në burg. Pra, mentor ka përfunduar dënimi me vdekje. Mba në burg e kryin burgun. A kupton, ç'a të bësh mësh? Po këta milionerët që vjedhin, e me të cilët të karastis ty të takohësh me siguri në Kosovë, vazhdimisht. Po, kupton. Edhe tash, do me thënë, ata s'po mbajnë burg. Kosovë gjendja nuk është e keqe pse s'po shkojnë në burg ata që ndoshta kanë rrokullis në kamion Serbisë, në maunet Serbisë. Problemi në Kosovë është që shumë milionerët se s'ke partner perëndim, s'ke partner në Shqipëri, thuat bashkohemi tani kur Amerika thot lutem ose hapet. Ta keni parasysh, ne jemi Serbia do bashkimin tani. Nëse shikoni prej kur kemi lindur në vitin 2005, ne jemi në rritje të vazhdueshme. Jemi pak kemi ndonjë rënje, po kemi ndonjë rënje para rritjes. Mos e harro këtë gjë, prej vitit 2005. Na jemi qeveria e ardhshme. Ti e din këtë gjë. Jo, po unë shpresoj. Po ndryshove, po. Që ty qytetarët... Po ndetën burgs nuk arrit do të unë mendoj që qytetarët të mbajnë mend ty për punën e mirë që ke bërë për Çamërinë, e jo për këshillat që ke dhënë Prishtinë. Tani, unë jam... Shumë është të rëndësishme kjo gjë. Jo, po e shndrove personale, atë e po them, unë jam shumë krenar, më mirë që t'ja punë, më mirë që t'ja punë, më mirë t'ja punë këshillat se t'jap në njërin që është i paftë, apo jo? Për ty mund t'jetë mirë, për ty mund t'jetë mirë, po për atë që i merë këshillat duhet t'a pyesin. Po në rregull, ai që
ti e ke takuar atë, ke bashkëpunuar, kështu që 1,4% jeni. mos u bje, mos jam në parti politike, kështu që. Konsiderohet nga një pjesë e analistëve që punët në Kosovë në përgjithësi ka në dorë presidenti Thaçi. I lëviz të gjitha gjërat edhe qeverisin të gjitha. Përfshirë këtu edhe ngjarjen, për shembull, ngjarjen me 6 gylenistët, ne e përmendëm. Po. Domethënë transferimin e tyre përflitet e gjitha, ndër që e bërë presidentit Thaçi e gjitha. Si e mendoni këtë mënyrë qeverisje, se kështu ndodhë edhe në Shqipëri? Domethënë është e njëjta qasje, është edhe botën po e pushton një gjë e tillë, edhe po të lexosh sot analizat e rëndësishme që bëhen edhe për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me presidentin që kemi aty të gjitha, ka një frymë tjetër të një kundër demokracisë liberale, edhe për shkak të defekteve të problematikave. Është e qartë se jetojmë në një epokë të vështirë, ku diktaturat kanë marrë fund, diktaturat e shekullit kaluar, mirë po autoritarizmi është në modë. Dhe autoritarizmi është paternalizëm. Është figura e babait të kombit, i cili e ka shtetin si shtëpi të vetën, e popullin si antar të familjes, dhe territorin e pasurisë si pronë të tij. Dhe në këtë kontekst, brenda familjes ju e dini që nuk ka demokraci, rrjedhimisht nuk demokracia është në krizë. Sepse kapitalizmit të shekullit 21 nuk po i nevojitet më demokracia, sikur në shtetin e mirëqenjes të shekullit kaluar. Prandaj janë kohra të vështira, nuk kontrollon Thaçi si president gjithçka, po kontrollon shumë shka. Unë besoj që ai po bëhet gjithnjë më vështirë të qëndrojë në atë pozitë. Dhe unë mendoj që qëndrimi i tij në kryet politikës nuk do t'jetë fare i gjatë, siç mendon ai, dhe do t'jetë shumë më i shkurtë se sa koha që ka kaluar në kryet sistemit politik në Kosovë. Por është e vërtetë që kryeministri Haradinaj është një kryeministër në detyrë, ushtrues detyre, të cilën ky e ka marrë me qira. Presidenti Thaçi. Ama të dyve bashkë janë duke ju shkurtuar koha e qëndrimit në pushtet. Këta nuk e kanë hallë që po bien nga pushteti, këta e kanë hallë që po vjen vetëvendosje. Shumë më tepër e kanë hallë që po vim ne, sesa që po bien ata vetë. Në të kuadër për të ndërhyrë dy kolegët më pas, sepse jemi në momentet fundit, me Edi Ramën takojni dhe e keni parë se duket se njëjta gjë është dhe këte nga ne, edhe pse ju nuk jetoni dhe nuk e ndjeni peshën, po që mendoni për këtu? A e takoni të Edi Rama? Po, ne takohemi gjithnjë më shpesh në këto organizimet e të majtës evropiane botërore, të qendrës së majtë, të Partisë Socialdemokrate. Mund të them që aktivistët e lëvizjes vetëvendosje dhe miqtë e mi që i kam në Tiranë janë pakrahasimisht më të mirë e më të ndershëm se sa miqtë dhe bashkëpunëtorët që i ka kryeministri Rama në Prishtinë. Këtu e kemi një dallim shumë të madh. Vreni një gjë me kujdes. I vetmi tekst që të ikurit nga vetëvendosja kanë prodhuar deklaratën e parimeve, në rreth 2300 fjalë, fjala Shqipëri e Shqip nuk është askund. Fjala shqiptarës nuk është askund. Votuan për heqjen e roamingut me Shqipëri. Vetëm një moment, se për mua është shumë i rëndësishëm bindja në politikë. Bindja, duhet të jesh shumë i talentuar që të shkruash deklaratë parimeve me 2300 fjalë ku fjala Shqip dhe shqiptar nuk është askund. Veç se prej gjithë aktivistëve të ikur, që janë rreth 50 apo 60 prej tyre përfshirë këto deputetët, nga 30.000 antarë sa kemi, nuk ka asnjë nga Shqipëria. Dhe historia na mëson se e majta në Kosovë, minus Shqipëria, çon Jugosllavi. Ky është problemi i madh. Kjo pastaj është. Ky është problem shumë i madh. Ky është abuzim. Ky është problem shumë i madh. Unë besoj që është jo vetëm e drejtë, por dhe detyrë e shqiptarëve të Kosovës, që kufirin midis Kosovës dhe Shqipërisë, që është kufi i Jugosllavisë e i Serbisë, të mos e naturalizojmë e normalizojmë. Unë nuk them të fillojmë luftën e tretë ballkanike për të bashkuar, por kur s'duhet të harrojmë sa ai s'është kufiri yni. Pra, nuk na ndajnë neve shqiptarëve malet,
por kufiri ndonë molet. Dhe është e rëndësishme që kryeministri Rama ta kuptoj që pritjet e shqiptarëve jashtë Shqipërisë administrative për të janë shumë të mëdha se sa që mendon e bën ai. Se shqiptarët jashtë Shqipërisë kanë paguar çmimin më të madh, kanë bërë kryengritjet më të përgjakshme dhe në fund kanë mbetur jashtë Shqipërisë, edhe kur u çlirua edhe kur u pavarësua. E në këtë aspekt, shqiptarët jashtë Shqipërisë e Kosovës e kanë paguar çmimin dyfish më të madh, ndaj të cilëve edhe Prishtina dhe Tirana kanë obligim moral, kombëtar, politik e historik. Keni në një fare shkurt për shtuar. Në këtë procesin e ndryshimit, se unë besoj që ka pat një ndryshim të madh, do të thënë gjykimet, në aksionin, në mendimin politik vetëvendosjes në këto zgjedhjet e fundit, ka dy momente që unë i quaj sigurisht pozitive. Para, atë që po flitet më shumë për temën e bashkimit ekonomik me Shqipërinë, si hap gradual që të çonte bashkimi institucional. Dhe dyta edhe në çështjen e dialogut me Serbinë, ku nga ajo pozita irracionale ose irrealiste, mund të quajnë, që bëjmë dialog me Serbët e Kosovës dhe të mos bëjmë dialog me Serbinë, ndërkohë kur midis Kosovës dhe Serbisë ka shumë tema të cilat duhen ndarë pikërisht nëpërmjet bisedimeve, nuk do t'i zgjidhin as korrierët fuqitë e mëdha dhe as kusht tjetër. Pra ka ndryshime të mëdha, por nuk ka asnjë diskutim dhe Albini në fakt ndoshta po ndërgjegjësohet, megjithëse si thosh është besnik i parimet veta, që një nga arsyet pse zoti Thaçi arrin të bëj bashk partitë ndryshme, siç janë ato që qeverisin Kosovën, nëse e quajmë atë si autorin e këtij koalicioni, është pikërisht një transigjenca e partisë që drejton zoti Kurti përkundrejt perëndimorëve, përkundrejt çfarë kërkojnë perëndimorët, përkundrejt proceseve që perëndimorët ose i bën bashkë interesat ekonomike. Jo, nuk s'ka fare të bëjë me perëndimin. E quaj dhe ndryshimin e fundit, kritikizmi që ju keni bërë ndaj atyre grupeve të interesit në Kosovë, që bëjnë interesat e Serbisë, që bëjnë interesat e grupeve ekonomike. Edhe atë e quaj ndryshim shumë të rëndësishëm, por që prapë është i vonuar. Pra, kritika që ju i bët atyre kompanive që tregtojnë mandrat serbe në Kosovë, në Shqipëri, edhe ai ishte ndryshim i vonuar, duhet ta kishit bërë përpara. Në 2006 kemi bërë fushatën bojkotoni produktet e Serbisë, pas kemi pas hapësirë si kemi sot. Por tha që nuk i bën bashkë sepse ai qenë ka me perëndimin. Unë kam vrejtur gjatë negociatave me partitë tjera, unë kam vrejtur një gjë shumë interesante. Unë negocioj mbi tavolinë programet zhvillimore dhe ministrit. Po tha që negocion me ta dhe nën tavolinë. E nën tavolinë janë tenderët, janë punësimet, duke ju dhënë copë za shteti, dhe që besa janë edhe dëshmitarët në procese gjyqësore. Unë asë se bëj dot. Nuk ka të bëj për perëndimin. Nuk është perëndimi, po është për fund, negociatët për fundit tavolinës. Unë bëj negociatët vetëm mbi tavolinë, jo nën tavolinë. Bushat? Unë kam temë që hatë qerekore. Jo. Ndarjen e vetëvendosjes. Që vetëm e cekëm. Nuk kemi me. E lëmë erë tjetër. E lëmë për erë tjetër. Zoti Kurti, unë të falenderoj që ishe me mua mbrëmjen e sotme. Në pjesën e dytë të nderuar teleshikus do të ndiqni problemet e opozitës shqiptare. Duket një gjë shumë interesante, duket interesant fakti që opozita proteston, vrapon, por duket si një lëvizje që bën sikur kërkon opozitën e vërtet, por duket që ka problematika të rëndësishme. Minutat e mbetura do t'ja kushtojmë këtij problemi. Edhe njëherë, dhe përpara publicitetit, unë ju falenderoj që ishit me mua. Ju falenderoj shumë edhe juve për ftesën e mundësinë. Publicitet.